Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Akrepit. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe do fillojmë me akrobatin. Akrobati në fakt është kur, ta them me një fjalë, kur ëndra bashkohet me veprimin apo veprimi me ëndrën, lind rruga e re të dashur Akrepër. Gjithçka fillon me akrobatin. Është faqe e gurit, një shpirt lozonjar dhe eksplorues. Kjo letër të fton të provosh diçka ndryshe. Të marrësh një rrezik të vogël, të dalësh një çik nga ajo zona e sigurisë të dashur Akrepër me kurreshje dhe zemër të hapur. Është momenti për të ndjekur një pasion. Ky pasion do të sjellë shumë. Këtë mos harroni. Një ide ose një rrugë që s'ke patur guxim ta ndjekësh më parë. Nuk ke nevojë për perfekcion. Mjafton të bësh hapin e parë. Siç e bën ky. Është faqe e gurit apo një fillim i ri. Vizionari është mbreti i scrolls apo vizionari, personi që ka një ide të qartë, një vizion të thellë dhe një dëshirë për ta shprehur atë, për ta vënë në jetë. Kjo energji do jetë udhërrëfyesi për ju, shkrimtari, mësuesi, ai që ka diçka për të thënë, është brenda jush. Kjo letër të kujton se ajo që ke për të ndarë me botën është jashtëmase e rëndësishme. Qofshin mesazhet e tua, projektet që ke në mendje apo thirrja për të ndërtuar diçka me kuptim, mos e mbaj brenda të dashur Akrep. Është koha ta shprehësh çfarëdo lloj gjëje qoftë ajo. Ëndërruesi sjell ngjyrën e ëndrës së ndjeshmërisë dhe të imagjinatës së juaj. Ky kalorës nuk ndjek vetëm logjikën. Ai është i udhëhequr nga emocioni dhe bukuria. Absolutisht, ai të kujton se edhe në veprim duhet të mbetesh i butë, i sinqert dhe i ndjeshëm. Ky është një paralajmërim të dashur Akrepër. Mos e lër shpirtit të ngurtësohet në rrugën drejt suksesit. Ëndra është njësoj e vlefshme sa vetë plani. Dhe asi i scrolls që quhen, një sinjal i qartë që ka një mesazh të rëndësishëm që duhet lexuar apo dhe dëgjuar të dashur Akrepër. Shikoni, kjo korba këtu është urtësia vet dhe ka ca çelësa. Çfarë çelësa keni në dorë? Do thotë zgjidhja është tek ju. Mund të jetë një shenjë, një ide që po të vjen shpesh, një mesazh nga universi apo një vërtet që po të troket në derën tënde. Thjesht një ndjesi që duhet bërë diçka. Për të pranuar, mos e shpërfill të dashur Akrepër. Dëgjoj, lejoje që ky informacion të të ndihmoj të vendosësh çfarë është për ty dhe çfarë jo, si duhet të bërë për ta vënë në jetë këtë ëndër nga veprat e juaja. Pra, je në një pikë ku ëndra dhe veprimi mund të takohen. Dhe aty lind krijimi i vërtet të dashur Akrepër. Mos prit të jesh gati, pra, ti je tashmë ajo apo ai që duhet të jesh për ta nisur çfarëdo që të jetë. Shpreh, vepro dhe mbaj mend ajo që kërkon të vi përmes teje ka kogja një vlerë dhe do ketë kogja një sukses. Çfarëdo që jeni duke bluar në përkok, mos e mbani brenda, por hidheni jashtë që të keni suksesin që e keni ëndruar që kurri.